Qysh ka më u dog formacioni i Real Madridit në urdhrat e trajnerit të ri, Xabi Alonso. Shumë ndryshime, duke nisur nga sistemi i lojës. Strategu i ri spanjoll pritet që të luajë me sistemin e tij 3-5-2, duke dalur nga 4-3-3 historikisht me të cilin kanë luajtur Los Blancos. Në port pritet të jetë përsëri gardiani i njëjtë nga Belgjika, Thibaut Courtois, teksa në qendër të mbrojtjes do të ketë ndryshime. Tre qendërmbrojtësit startues priten të jenë Antonio Rudiger, Asensio, si dhe transferimi i ri Dan Huijsen. Startues në formacionin e Alonsos pritet të jetë pa diskutim edhe transferimi i ri Trent Alexander-Arnold, i cili do të luajë në krahun e djathtë, pra më i avancuar. Teksa edhe në krahun e majt pritet të ketë ndryshime, sepse ka mundësi që në atë pozitë të luajë Theo Hernandez, i cili i është vetë ofruar madriljenëve. Mes fushor defanziv startues pritet të jetë Camavinga, i përkrahur nga dyshja Fede Valverde dhe Jude Bellingham. Teksa në qendër të sulmit, pas një dyshim pritet që të jenë Kylian Mbappé dhe Vinicius Junior, por largimi më i madh nga Los Blancos pas një dyshim është Rodrigo, i cili thuhet se tashmë veç është duke bërë gati valigjet, sepse nuk është i kënaqur me situatën e tij në Real Madrid, por mbetet të shihet nëse Xabi Alonso do arrijë që ta fusë në formacionin e tij startues edhe Arda Güler, i cili për hir të vërtetës nuk pati minutazh të duhur ose të madh me Carlo Ancelotti.